Rekazi është vend i shenjtë në historinë e Kosovës, simbol i qëndresës dhe sakrificës për liri. Pikërisht këtu, në mars të vitit 1998, familja Jashari i dha kuptim të plot fjalës së dashuri. Komandanti legjendar Adem Jashari, bashkë me familjarët e tij, qëndroi deri në frymën e fundit kundër forcave serbe që rrethuan kullën e tyre. Në atë betejë heroike ranë mbi 50 anëtar të familjes, përfshirë gra e fëmijë, por qëndresa e tyre u bë frymëzim për gjithë popullin shqiptar. Rekazi sot është jo vetëm vend kujtese, por edhe një tempull i krenarisë kombëtare, ku çdo vizitor përkulet me respekt para flijimit të familjes Jashari, themelit të lirisë së Kosovës.